Dita e dasmës sime ishte perfekte në sy të tjerëve. Fustani ishte i bukur, ambienti madhështor, por brenda meje ndihesha bosh. Po martohesha më shumë për pritshmëritë e familjes se sa për dashurinë. Ai, fotografi, quhej Arber. Kishte një sy artistik, por edhe një mënyrë shumë personale si të drejtohej. Shiko më këndshëm, vendose dorën më natyrshëm, shiko sikur je me dikë që të bën të ndihesh e dëshiruar. Në çdo pozë, më shikonte më shumë se burri që kisha pranë. Në çdo moment, më bënte të buzëqeshja vërtet. Pas dasmës, kur shkova vetëm për të zgjedhur fotot në studion e tij, më priti me një kafe. U ula, e lodhur, në një koltuk të butë dhe pash veten në ekran, por për herë të parë, u ndjeva e bukur. Jo sepse ishte dasma ime, por sepse ai e kishte kapur një anë timen që nuk e njihja më. Ti e meriton të ndihesh kështu çdo ditë, më tha. Se di kush u afrua i pari. Por di që ai moment s'kishte të bënte me fotot. Ishte shpërthimi gjithë atyre ndjenjave që po i mbaja brenda që kur thash, po. Në atë studio të vogël, ndjeva më shumë jetë se në gjithë dasmën time. U ndjeva nuse për herë të parë. A është tradhti kur për herë të parë ndjen veten të gjallë, edhe pse është shumë vonë për të ndryshuar gjithçka.